E tani miq të dashur, të emisionit privé do të ndjekim një material shumë interesant. Ajo vjen për herë të parë në emisionin privé në një rrëfim për veten në etapa të ndryshme të jetës së saj, qysh nga mosha e rinore e deri në ditët e sotme. E kam fjalën për Vlora Dumoshet dhe bashkë në vazhdim e ndjekim materialin nga Vlorian Halili. Vitet e 70-ta kishim pak familje shqiptare intelektuale, që me dije donin të gjenin zgjidhjen e rëndë për Kosovën. Mes tyre ishte edhe familja Dumoshi që tani për të tretën gjenerat vazhdon të jap kontributin e saj për shtetin ton. Vitet e 80-ta, vallëzimi folklorik në Prishtinë e kishte emrin e Vlorës si simbol. Në atë kohë të gjithë simpatizonin Vlorën dhe bënin për lëvizjet e saj skenike që shfaqeshin në televizion. Vlora Dumoshi ishte edhe simbolike në gjenerate që e donte atë si emër lidhje me Shqipërinë. Vlora, emri i qytetit të Shqipërisë që mbante sy kaltërta e Dumoshëve. E lidhte me familjen e saj që kishte lënë shenja në historinë e viteve të 70-ta. Ajo histori e kishte ndjekur edhe Vlorën si voglushe, por dhe si pjesë e shoqërisë sonë. E rritur në ambient patriotik, model ky që tani nuk është aq i pranishëm te një gjenerat që ka lirinë dhe nuk e ka malltretimin e shtetit serb si dikur. Tani na mbetet të dëgjojmë një rrëfim bindës se tashmja dhe e kaluara janë krejtësisht ndryshe. Rrëfimet e mia janë të ndryshme gjatë jetës. Jam pjesë e familjeve në atë kohë, të cilat nuk kanë qenë të shumta, sepse aktivitetet kanë filluar shumë herët të familjes sime për lirinë dhe pavarësinë. Pra nga vitet 64, pastaj ideatori demonstratave të viteve 68 ka qenë babai Ismail Dumoshi, të cilët me një fjalë ata dhe rrëfimet e veta studentë të cilët ka qenë organizator në krye të tyre ka qenë edhe xhaxhai me shok Osman Dumoshi, që vetë ata sot e pranojnë thot fjalën e parë që kemi ndigjuar ne, demonstrat ka qenë prej babait tim Ismail Dumoshit. Kështu që jemi ballafaqur me burgosje, me përcjellje, me të gjitha, por në teon çka ka lënë shej është sepse një karakter i fortë, një njeri i cili duhet të punojë shumë për vendin dhe të shpërblehet puna e çdo sakrifice pra të gjenerata tona me punë për vendin tonë. Vlora, një grua që ka përjetuar shumë çka, rrëfim artistësh, rrëfim të burgosuresh, rrëfim politikanësh, duke mos i menduar se do të bëhet vetë pjesë e politikës. Një vit ose 2 vite përpara se të ndrohet i ndjeri babai, u fliste që një ditë do të kemi edhe luftë, do të kemi edhe aleat të cilët do të na ndihmojnë. Kështu që pikpamjet e tyre kanë qenë, vërtet, ai ka qenë një vizionar në politikë. Hymja ime në politikë, pra në mënyrë të domosdoshme ka qenë një farë mënyrë e natyrshme. Por kom hi në mënyrë, them, aksidentale, se nuk kom mendu asnjëherë që të mirëm me politikë, që se që punën time që do të bëj mirë për vendin, po kështu drejt për drejt në politikë, jo. Nana ime ishte aktiviste prej fillimit të LDK-s, e cila ishte si lëvizje, ka qenë aktiviste, ka qenë në forumin e grus, pastaj ka qenë deputetja e parë me votë në vitet 1991-92 si antare e LDK-s, dhe kështu që një farë identiteti e kom pasur nga filmëria të mirëm me politikë. Sipas fjalëve për Dumoshin thuhet se është e brisht, por edhe me plot jetë për fëmijët, rapin dhe ronin që padyshim se Vlora si nënë është shumë krenare me edukimin që ofroi bijve të saj. Ta them me një fjalë, unë jam rrit bashkë me ronin edhe rapin, me 2 fëmijët e mi, sepse mjaft e re i kam lind fëmijë, pastaj kemi mbet vetëm me 2 fëmijët. Edhe kemi pas një rrugtim të përbashkët. Unë jam angazhu shumë për edukimin e tyre. Sot jemi shok
mes veti, kemi një gjuhë shumë të përbashkët. Fëmijët e mi ju kom kultivu besimin që ta kenë, sidomos mes meje dhe tyre, por edhe besimin e hapave të tyre të jetës. Asnjëherë duke mos ju imponuar, por duke punuar së bashku, duke lexuar, duke tregu rrëfime të ndryshme, filozofike, qoftë jetësore, edhe jo mundu që t'i përgatis për jetë. Sot mund të them lirisht që unë jam një nanë shumë e lumtur, sepse kam arrit si një femën, se nuk është lehtë të arrish, të rritësh 2 fëmijë dhe të jesh e vetme femën, sepse dashte ambienti ka qenë pak më i zorshëm edhe situatat e ndryshme kanë qenë jo lufta, jo pastaj pas lufta, jo tash liria, pikan të gjithat sfidat e veta. Vlora ditë jetë indiferente të hesht edhe pse ka qenë pjesë të takimeve të rëndësishme politike. Takime ku është vendosur shumë çka, ngjarje që do t'i kuptojmë vetëm nëse dumosh do të rritet një ditë në një libër autobiografik. Një punë të cilën më nuk isha pas dëshirë ta bëj, sepse një punë shumë stresuese, sidomos gjatë mandatit të kalum kanë qenë një mandat shumë i vështirë, edhe pse ka qenë edhe do të mbetet qeverisja më e mire këtij vendit. Bisedat, tash proceset tona janë të ndryshme. Është dialogu, janë proceset shumë vendime të tjera. Kom qenë pjesë e vendimeve të mëdha, por ato vendime kanë qenë edhe në publik. Por unë jam në përfundim të librit tim, të librit për jetën time, jetën time ose hapat e jetës, ballafaqimit me situata të ndryshme, se besoj që kam një histori mjaft të pasur edhe familjare, edhe jetësore, pastaj jeta të ballafaqon me shumë sfida, edhe nuk do të thotë që një femën duhet të vdes, që thonë një farë mënyre për së gjalli, por mundësia e hapit, e objektivës, e rritjes, e edukimit të fëmijëve, pra gjeneratës. Para disa kohe për solli djalin e vogël Rapin për Amerikë, e gjatë javës u përshëndet edhe me Ronin dhe bashkëshorten e tij Lyrën, që u thuan drejt shëbave. Edhe pse shumica mëson me kënd ndjenjen se duhet shkëputen me më të dashurit, Vlora nuk ndihet njësoj si dikur. Kur jemi më e re, nuk mërzitesh shumë, po mendon se si kanë me arrit fëmijët. Kur ka qenë pyetje për shkollim, në asnjë moment nuk kam kry, veç kam thonë po duni me shku, me u arsimu mirë. Rapi shkoj para 2 jave, fatmirësisht në atë kohë kur shkoj Rapi ishte Roni me Lyrën, edhe disi u te i kalu, po sigurisht që më mungon, edhe Rapi kur më thirrën në telefon tha nanë çfarë po bën, thash që nana peshe derën kur po hena në shtëpi. Jo tha non jam në Amerikë, po asu s'po di çfarë me bo këtë. Një femër me kaq eksperiencë, a dashuron apo thjesht vetëm jeton për atë që don e duhet? Unë dashuroj shumë. Që do të thotë dashuroj jetën, e du jetën, i dua njerëzit që më rrethojnë. Mendoj që jam një person mjaft i pastër, nuk kam asnjë smir. Kaq ishte rrëfimi Vlora Dumoshit për takimin tonë të parë, duke lënë hapësirë kohës për të ritakuar në promovimin e librit autobiografik të saj.